Në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, shprehim keqardhjen për deklaratat e fundit të kryeministrit të Serbisë, zotit Ivica Dačić, përmes të cilave kërcënohet popullsia shqiptare e Luginës së Preshevës me heqjen e monumentit dedikuar dëshmorëve të rënë të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Medvegjevës dhe Bujanocit. I cilësojmë qëndrimet e fundit si provokime të hapura ndaj popullsisë shqiptare të Luginës së Preshevës, të cilat nuk janë as pak në linjë me frymën demokratike të Bashkimit Evropian dhe si tërësisht të panevojshme në kontekstin konstruktiv, historik, ku ndodhet sot rajoni i Ballkanit Perëndimor. Konsiderojmë se shqiptarët e Luginës së Preshevës kanë të drejtat e tyre të pakontestueshme që lidhen me lirinë e shprehjes, mbrojtjen dhe kultivimin e identitetit, kulturës, gjuhës dhe vlerave të tyre kombëtare e historike, ashtu si sankcionohen edhe nga Konventa Europiane e të drejtave të njeriut, dhe shprehim bindjen se ushtrimi i këtyre të drejtave nuk cënon as pak integritetin territorial të Serbisë. Kërcënimi për kufizimin e këtyre të drejtave është një sinjal negativ për integrimin europian të Serbisë, ndërkohë që kushtëzimi i vazhdimit të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë me heqjen e monumentit të Preshevës nuk i shërben as pak klimës së fëmijësisë, së mirë dhe mbarvajtjes së paqes dhe stabilitetit në rajonin tonë. Kujtojmë gjithashtu se forcimi i paqes dhe mirëkuptimit në Luginën e Preshevës vjen përmes rritjes së investimeve dhe përmirësimit të mirëqenies së qytetarëve, jo përmes shantazheve dhe lëndimit që u bëhet ndjenjave kombëtare të shqiptarëve në jugun e Serbisë. I bëjmë thirrje kryeministrit Dačić për tërheqje nga deklarata të tilla provokuese dhe inkurajojmë përfaqësuesit e zgjedhur të faktorit shqiptar në Serbi të reagojnë me përgjegjshmëri dhe pjekuri demokratike ndaj çdo lloj kërcënimi, duke shpresuar njëkohësisht se qetësimi i situatës do t'i shërbente avatësimit të agjendës europiane të gjithë rajonit. Faleminderit.